Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë me përpjekjen për të zhbllokuar Hormuzin. Po dje gara revolucionare kishte dy anije të cilat apo janë raportuar. Kanë qenë vetëm ato dy anije, janë edhe dy anije tjera që kanë rënë në mina dhe kanë mbetur atje, pra mina ujore që kanë ardhur, pra ka tentuar lëvizje ti bëj. Këto lëvizjet janë tentuar të bëhen në këtë territorin këtu. Pra, të vinë këtej nga Omani, nga Gjirema dhe të hyjnë këtu, pra. Pika ku duhet kaluar është që përcaktuar Irani është këtej, nga Ishulli i Keshme edhe këtej. Amerikanët janë munduar t'i kalojnë këtej këto anijet. E qartë. Pra, po këto janë territore të minuara dhe këto janë territore të minuara, të cilat realisht vetëm iranianët e dinë ku i kanë minuar. Kështu që me hamendësim mund të marrë që kanë, po realisht ku ndodhen minat. Në ujore i di vetëm iranianët. Okej. Dhe ka pasur një anije që është dëmtuar këtu dhe një anije që është dëmtuar këtu, kanë në mina. Në ujore dhe kanë mbetur aty. Kështu që vazhdon mbetet kjo. Por, siç e thash pak më parë, iranianët kanë bërë po tentojnë të bëjnë largimin e bazave amerikane dhe demilitarizimin e zonës nga ushtria amerikane, nga fuqia amerikane. Dhe ky demilitarizim çfarë bën? Ka një qëllim të caktuar. Po. Kur ti thua demilitarizimin e Gjirit Persik nga fuqia amerikane, nga forcat amerikane, kjo nuk do të thotë që nesër gjithë ky gadishulli arabik do të mbetet pa mbështetje ushtarake ose pa fuqi ushtarake. Atëherë këta janë detyruar të lidhin automatikisht marrëdhënie me shtetet të tjera cilat do t'i japin atyre materiale ushtarake që duhet për mbrojtjen e tyre. Dhe kjo ka filluar. Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë dy vende të cilat brenda javës kanë bërë një marrëveshje me Kinën për blerjen e një sistemi të mbrojtjes kundërajrore kundër dronëve. FK-2000 quhet. Pra sistem kinetik. E qartë. Pra e kanë blerë brenda këtyre dy javëve të dyja dhe e kanë vendosur në aeroportet e tyre kryesore. Pra kjo është edhe gjithë qëllimi i kësaj. Pra kemi një përplasje të madhe. Pra në momentin që ti e heq ushtrinë amerikane nga këtej dhe kjo i merr fuqinë, pra merr sistemet e saj Patriot, THAAD i largon. Atëherë këta nuk do rrinë pa mbrojtje. Atëherë ku do ta marrin diku tjetër? Ku do ta marrin? Do ta marrin te ai aleati i armiku tyre. Armiku tyre është Irani. Por Kina është aleati i Iranit. E qartë. Pra miku jote është miku. Pra ndërkohë që SBA po merret me Hormuzin këtu drejton, Irani ka plan tjetër, së bashku me Kinën, pra ka plan tjetër për të hyrë edhe ushtarakisht. Pra në rast se ti i jep asete ushtarake të rëndësishme për mbrojtjen e objektivave të rëndësishme veçantë, automatikisht ti ke hyrë aty edhe politikisht. Dhe kjo do të thotë që zhvendosja e Amerikës nga kjo territor ka nisur gradualisht. Nuk do të ndodhi brenda NATO-s, brenda 2 netëve. Do të duhen vite që ta kuptojnë që ka nisur. Por ka nisur fakti që kinezët tashmë kanë hyrë në Arabinë Saudite me mbrojtje kundërajrore. Kanë hyrë në Bahrein, kanë hyrë në Emiratet e Bashkuara. Do të hyjnë në Katar. Aktualisht Katari dhe Omani po hyjnë në bisedime me Rusinë që të blejnë sistemin S-400 që ka Turqia. Pra sistemin S-400 rus që e ka marrë Turqia, për cilin nuk i jep Katari dhe Omani janë dy vende të cilat po diskutojnë me Rusinë dhe me Turqinë që t'ju shitet këtyre dy njërës për këtyre dy vendeve. Pra në këtë moment që hyn fuqia ushtarake ruse dhe kineze, automatikisht amerikanët janë detyruar të zhvendosin, sepse në rast se Katari ose Omani do të marrë S-400, atëherë kjo S-400 po në Katar, S-400 mbulon 500 km rreze, pra komplet çfarë fluturon në bazat ushtarake amerikane, në Emiratet e Bashkuara dhe në Arabinë Saudite është subjekt i këtij radarit të S-400-s. Dhe në këtë moment amerikanët janë detyruar të zhvendosin këto baza. Po. Pra kjo është ajo çfarë po ndodh gradualisht dhe kjo lëvizje. Pra ky është qëllimi. Dhe lufta reale është midis Perëndimit dhe BRICS-it. Por po bëhet në Iran. Pra lufta reale është midis dy boshteve. Dy boshteve. Perëndimit dhe BRICS-it, por po ndodh në zona të caktuara. Një pjesë ndodh në Ukrainë, një pjesë po ndodh në Iran. E qartë. Ndërkohë, drejtan, ajo që bën përshtypje është që sërisht sot kishte një lajm për sa i përket të mbylljes së ngushticës së Bab el-Mandebit. Çka si e lexon këtë? Huthët në këtë aspekt kanë deklaruar që ta mbyllin Bab el-Mandebin, pra kjo do të thotë që Arabia Saudite nga 5 milion fuqi nafte që shiste në ditë, sepse i merrte nga porti është një port në afërsi të Xhedas. Tashmë nuk do të shesi, por do të shesi diku të rreth 1 deri 2 milion fuqi nafte në ditë.
sepse anijet e mëdha që transportojnë naftë nuk mund të kalojnë në ngushticën e Suezit, në kanalin e Suezit. Po. Pra në kanalin e Suezit nuk kalojnë dot dhe janë detyruar të vinë vërdall anijet e mëdha. Këto anijet e mëdha nuk lejohen të hyjnë në Bab el Mandeb, pra porti është porti Janbu. Pra Janbuja është këtu. Në këtë Janbun nga kanali i Suezit mund të vinë anije të vogla të cilat nuk mbajnë më tepër se pra është bllokuar dhe Hormuzi edhe Bab el Mandeb. Fuqi nafte anijet. Ato që mbajnë deri 2 milion fuqi nafte në ditë, ato duhet të kalojnë patjetër vetëm tu se atje nuk kalojnë dot. Pra janë bllokuar anijet e mëdha dhe janë vetëm voglat që vinë nga ande këtej. Dhe kjo do thotë 1 milion, 2 milion fuqi nafte në ditë, domethënë që do të shkojmë drejt një krize ekonomike të ardhshme, krize e cila do të fillojë të ndihet të paktën pas 3 muajve. Pra në rast se kjo do të zgjasi, ky efekt do të zgjasi 1 muaj e më shumë, atëherë kjo krizë ekonomike për shkak të kësaj nafte do të japë efektet e saj pas 3 muajsh. Dhe pas 3 muajsh do të kemi rritje kolosale të çmimeve, rënje të energjisë elektrike, rritje të çmimit të energjisë elektrike, pra probleme ndryshme. Dhe baza kryesore ku do të jep efektet e para do të jepet në Azi, sepse Arabia Saudite mbulon Azin. Do të japin gati afër nëntorit dhe tetorit para zgjedhjeve. Në atë pikë në atë moment do të japi efektet. Prandaj është zgjedhur sepse gjithnjë kjo që ndodh jep efektet pas 3 muajsh. Dhe prandaj këta po ecin, prandaj them që kanë një plan të qartë dhe të mirëfillt për të dhënë këto efekte. Dhe vendet cilat nuk kanë efekte në mes, Rusia s'është produse naftës, edhe gazit e shet, Kina e cila ka marrëdhënie me Rusinë dhe blen, nuk ka përndet, dhe të gjithë aleatët e tyre që i përkasin BRICS-it që nuk kanë për të pasur këto probleme. Nëse gjithë pjesat e botës do të ketë këto probleme ekonomike dhe krizë, përfshi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat do të ndikojnë automatikisht në zgjedhjet e nëndorit. Dhe pastaj lirisht mund të themi që Kina dhe Rusia kanë ndërhyrë në zgjedhjet e nëndorit, sepse kjo është një lloj ndërhyrje pra politike e jashtme. Kjo është për mënyrën ajo që po Dritan, ndërkohë që dhe ti e the që jemi përballë një lufte të madhe midis dy bllokeve. Rusia dhe Kina nga njëra anë, Shtetet Bashkuar dhe Perëndimi nga ana tjetër. Regjia duhet të kemë një hartë aty ku është një për atë luftën totale. Pse mendon se duke qenë se palët janë në konflikt hapur, pse mendon se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do ta marrin një vendim për të ndërhyrë ushtarakisht me trupa në Iran, duke qenë se vihet në diskutim roli i tyre në ditët e mesme për herë të parë pas shumë viteve. Trupa duhet para të kesh këto baza operacionale. Pra bazat operacionale nga cilat mund të jetë me trupa po bëhen zero, pra po zerrohen. Po hiqet mundësia e funksionimit të tyre bazave operacionale. E qartë. Ti duhet të mundë, nuk mund hiqeni nga mendja që mund të bësh sot një operacion ushtarak toksor pa mbulim nga ajri. Nuk ekziston. Në luftën e parë ekzistonte, në këtë kohë nuk ekziston më. Nuk ekziston më. Pra duhet patjetër që ti të kesh mbështetje nga ajri. Dhe në momentin që ti këta avion i ke hequr nga këto baza ku i kishe, ke hequr avionët këtu ke hequr avionët, nga këtu i ke hequr avionët, i ke çuar këtu. I ke çuar këtu në Jordani këta avion. Po. Pra në Jordani dhe në Izrael. Pra imagjinoni në rast se ushtari do të hidhet këtu. Ti duhet mbështetje ajrore menjëhershme. Dhe ti duhet të mbash në rotacion në ajër mbi 1000-1200 avion gjatë gjithë kohës në ajër. Që të mbulon. Për të mbrojtur këtë. Por këta 1000-1200 avion që ti mbash në ajër, pra duhet të xhirojë sepse fluturohen me kohë 2 orë, 3 orë. Pra duhet të zëvendësohen. Dhe në total ti duhet i kesh mbi 2-3000 avion që të mbash ta 1200 avion në ajër. Sepse është rotacioni që bën. Por ti mbash ta 2-3000 avion, ku do ti mbash? Sepse nuk ke baza operacionale nga ti ngresh, sepse nuk mund ti ngresh pra këtu baza këtu nuk ekziston, baza këtu s'ekziston, baza këtu s'ekziston më, baza këtu s'ekziston më. Baza këtu nuk ekziston. Prandaj janë goditur po thua që këto në mënyrë që mos i kesh bazë operacionale për të mbuluar këtë operacion. Nesër një operacion të tillë. Nga këtu ti nuk i mbulon dot 24 orë, pra nuk e dhe lë pa mbulim, sikur edhe gjysmore ta lësh një pjesë të frontit pa mbulim, atë e ke humbur totalisht. Sot me zbulimin e sotëm, me avancimin e sotëm teknologjisë dhe të kontrollit të frontit, që ndodh sot, të dronëve dhe sateliteve. Kjo është nga ana ajrore. Pra ti nuk mund të bësh një bombardim disa orësh, po pastaj nuk e mbulon dot gjatë gjithë kohës. Pra është e pamundur që ta mbulësh se si ke këto kapacitete. E dyta, kapacitete njerëzore. Sërish të duhen këto baza, pra të duhet kapacitete njerëzore, nga Iraku mundësia është zero, sepse kjo është zonë shiite, e mbuluar me shiite, edhe kjo pra është e pamundur. Po nëpërmjet kurdëve dritan se ajo edhe nëpërmjet kurdëve është pothuajse zero mundësia sepse terreni këtej. Se këtu thot pushtimi separatist i kurdëve. Po. Kjo është bërë që kurdët të luftojnë të, po kurdët nuk kanë kapacitete. Kurdët kështu Izraeli nëpërmjet nuk kanë kapacitete organizative të tilla dhe ushtarake që të arrijnë të shkaktojnë qeverisë iraniane ose forcave iraniane një dëm strategjik ose dëm operacional.
Aktualisht gjatë gjithë saj kohë që kemi folur, gjatë gjithë këtyre bombardimeve të këtyre bazave, për çdo ditë janë bombarduar të gjitha bazat kurde në Kurdistan. Po. Pra duke hequr atyre mundësinë e një organizimi qoftë edhe nga ana taktike, qoftë edhe nga ana operacionale. Pra është e pamundur ta plus terreni i cili bëhet larg, është një terren malor dhe jo me rrugë të shtruara ose me rrugë të ndërtuara autostrada. Pra është e pamundur që të kalosh shtej me mjete ushtarake. Mund të shkaktojë një problem, po është e pamundur që të shkaktosh dëm një qeveri ose ta detyrosh që me veprimtarinë tënde këtu kjo qeveria të bjerë. Ose të shkaktosh probleme operacionale forcave ushtarake iraniane që aktualisht mbërrin në 1 milion, por nesër mund të mbërrin në 10 milion në një organizim tentativ pushtimi. Për ta bërë atë tentativën e pushtimit, sërish të duhen këto forca ushtarake që i fut këtu, të duhet i kesh në këto baza. Po në momentin që këto baza nuk janë operacionale, ditën për ditë, atëherë ti nuk grumbullon dot forca. Në rast se ti do bësh një forcë pra për të bërë një pushtim të mirë të gjithë Tibrezit nga këtu deri këtu të duhen vetëm këtu të duhen 200.000 forca 200.000 forca pushtuese. Pa llogaritur. Pra, në moment që ti ke 200.000 forca pushtuese, forca mbështetëse të duhen edhe 400.000 të tjera. Pra në total të duhen 600.000 forca ushtarake ti mbledhësh në këtë rajon. Për të shkuar në atë skenar. Për të mbledhur këto 600.000 forca ushtarake në këtë rajon, të duhen një vit kohë, në rast se nis sot. Thjesht për t'i mbledhur. Thjesht për t'i mbledhur ato. E qartë. Dhe pse po e krahasojmë të me luftën e Irakut, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju deshën 9 muaj që të mblidhin një koalicion për 300.000 forcash. 9 muaj që ta mbin në Arabi Saudite, ta mblidhin në Arabi Saudite, në Jordani, në Siri, seriozisht në Jordani, në Arabi Saudite, në Katar, në Oman, në këto vende që të sulmonin Irakun. Pra të merrnin Kuvajtin. Jo Irakun, po të merrnin Kuvajtin. Një vend kaq i vogël. Pra shihni Kuvajtin. Vetëm për të brezin këtu. Vetëm për të brezin këtu. Pra bëj vetëm për të brezin këtu. Edhe u sulmua edhe një pjesë e forcave këtu, në mënyrë që forcat irakiane mos të vinin në ndihmë forcave të tyre në Kuvajt, pra u pre rruga këtu, pra bëhet vetëm për një territor kaq. Për një territor kaq u desh po thua e qartë. Desh 9 muaj. Tash po flasim për një territor diku që është 100 herë më i madh se sa kaq. Pra është pamundur koncepti i kësaj, që ti ta bësh. Po të shihni rusët në Ukrainë, ju desh 6 muaj që të grumbullonin 120.000 forca ushtarake kur nisën operacionin e parë në shkurt të 22-shit. Ju desën 6 muaj për të grumbulluar 120.000 forca ushtarake. Dhe të pacënuara, ndërkohë që ti këto forca këtu aktualisht nuk i mbledh dot sepse bazat vazhdojnë të jenë në goditje. Pra i ke të cënuara. E qartë. Pra ti nuk rrit dot kapacitetet tua ushtarake këtu. Po zhvendos ato që ke për t'i ruajtur ndërkohë që duhet të biesh të tjera për t'i çuar këtu. Pra është jashtë çdo lloj logjike operacionale bërja e një pushtimi të tillë. Këtu mund të kesh veprime ushtarake të vogla me grupe të vogla që hyjnë, po ajo nuk është pjesë pushtimi, ato janë operacione speciale. Jo, nëse nis fjala vjen siç e tregon harta, vin këto baluçët këtej. Nuk vin dot. Amerikanët dhe NATO këtej. Izraeli dhe kurdët këtej. Nuk vin dot dhe kanë asnjë lloj kapaciteti ta bëjnë atë. Fare. NATO këtu është bërë Turqia. Turqia në asnjë mënyrë nuk do merrte pjesë në këtë, sepse në rast se kurdët do arrinin të merrnin këtë pjesë, atëherë gjithë kjo pjesë e Turqisë brenda një kohë 30 vjeçare do të përfundonte. Kështu që kjo këtu nuk ekziston hiç si opsion. Fare, Turqia nuk ekziston fare. Dhe Turqia e ka shprehur që në asnjë mënyrë nuk do lejonte që kurdët të bëheshin pjesë e kësaj bashkë me Izraelin, se nesër ktheheshin në kërcënim për. Pra, kjo pjesa këtu nuk ekziston hiç. Kjo këtu, mos e shihni. Kjo pjesa këtu. Kurdët nuk ekzistojnë, nuk kanë asnjë kapacitet. Izraeli mund të bëjë disa goditje ajrore, po nuk sjell dot rrëzimin e qeverisë ose të krijojë një kushte për pushtim. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë baza operacionale që të mbledhin 600.000 forca këtu që pastaj çojnë 200.000 andej. Kështu që jemi në terma hipotetike. Mbeten vetëm në këtë që po ndodh. Pra në këto goditje të kështu ajrore që i bëjnë njëra tjetrës dhe kundër me raketa dhe me avion dhe nuk ka asnjë veprimtari tjetër. Është jashtë çdo lloj mundësie e veprimtaria e pushtimit. Sepse më parë duhet i grumbullosh këto trupa. Pra, është shumë e thjeshtë, edhe në një ndeshje futbolli. Në një ndeshje futbolli duhet të çosh ekipin, po duhet të çosh edhe tifozët. Pra, dhe për çuar tifozët i do bësh plane ku do rrin këta tifozë. Ku do rrin ky ekip? Do përcaktosh hotelet, do presësh biletat, do sigurosh operacional, do sigurosh autobusët, gjithë ato gjëra. E njëjta gjë ndodh edhe për ushtrinë, që ta çosh atje. Do ta vesh, do ta kesh sigurt, edhe kur i çon tifozët, llogarisin që të qëndrojnë nëpër zona ku nuk përplasen me tifozët e ekipit tjetër që mos kesh probleme. Por në kohën që ti gjitha zonat i kontrollon
tifozët e ekipit kundërshtar, ti nuk vete dot atje. Po, jo. Pra, është një logjikë e thjeshtë, të llogarisim si një ndeshje futbolli. Vetëm se nëpër masa shumë më të mëdha dhe shumë më të përqendruara. Plani operacional është i qartë.